Organizata humanitare Kallëri Mirësisë në Kërçov, në ditën e 3 të festës së Kurban Bajramit, ka nisur aksionin e radhës humanitar për shpërndarjen e mishit të kurbanit për familjet në nevojë në rajonin e Kërçovës. Kryetari i organizatës, Muhamet Mehmeti, njoftoi se nga dita e sotme vullnetarët e kësaj organizate kanë filluar me shpërndarjen e mbi 400 kurbaneve, duke potencuar se kurbanet janë përgatitur në thertore sipas kushteve dhe rregullave të fesë islame halal, ndërsa gjatë kësaj periudhe do të ruhen në hapësira të posaçme deri në shpërndarjen e tyre te familjet në nevojë. Në aktivitetet të cilat janë paraparë gjatë realizimin e festës së Kurban Bajramit, si çdo vit është shporta e Bajramit, e cila shpërndahet përpara fillimit të kësaj feste. Qëllimi është domethënë që sofra e festës të jetë e mbushur nga nevojtarët, për nevojtarët, ndërsa ajo që si përmendet edhe ju karakterizohet është kurbani. Sot, domethënë ditën e 3 neve na arrin kurbanit, të cilët janë therrur, domethënë në thertore, të cilat plotësojnë të gjitha kushtet dhe standardet e kërkesat sipas parimeve islame, kërkesat higjienike, dhe sot domethënë ai mish i paketuar arrin deri tek ne. Do të kemi diku mbi 400 pako, të cilat domethënë parafërsisht janë afër 3 ton mish. Ata të gjithë sot do të fillojmë me shpërndarjen e tyre, do të vazhdojnë shpërndarja gjatë ditëve në vijim, ndërsa brenda kësaj periudhe kohore mishi do të ruhet në frigorifer të veçantë, i cili është pjesë e kësaj organizate dhe shërben vetëm se për ruajtjen e mishit të kurbanit. Ajo është shumë e rëndësishme, domethënë Komora na ndihmon neve që mishin ta shpërndajmë në periudhë pak më gjatë edhe të përfshijnë familjet, domethënë të cilët kanë nevojë, që çohet dikujt ndonjë familje ndoshta mund të ketë nevojë që të çohet 2 herë, por nuk ka ku ta arrin mishin, e ruajmë ne këtonet pas një periudhe kohore i dërgojmë mish përsëri. Domethënë ky kurbani si gjithmonë do të shpërndahet nga vullnetarët e Kallërit. Nuk diskutohet, domethënë aktivistat janë sot në gatishmëri, do të jenë në gatishmëri çdo ditë. Qëllimi është se amaneti i cili është bësu kësaj shoqate, sot fillon domethënë kurbanet janë therrë të gjitha, edhe sot fillon shpërndarja e atij mishi dhe lut Zotin inshallah t'u pranojë të gjithëve.